Këtë të njëjtë prurjet në lumin Vjos kanë arritur në nivelin maksimal në zonën e urës së Mifolit. Sipas kreut të emergjencave civile, Haki Çako, ka një tendencë në rritje të prurjeve teksa rreziku është i madh që tokat bujqësore të përmbyten. Situata paraqitet në alert, natyrisht sepse niveli i prurjeve në Vjos është i konsiderueshëm, rreth 7 metra në Mifol, ku është matja aktuale. Vazhdojmë ta monitorojmë, ky është një nivel që ka risk të shtuar, por për momentin nuk kemi banesa të prekura apo dalje jashtë shtratit të lumit Vjosa. Në rast të daljes nga shtrati të lumit, do të ketë evakuime të banorëve dhe për këtë janë marrë të gjitha masat ta Çako. Apeli është i qartë. Përpara të gjithave, përpara gjithçkaje është jeta e qytetarëve, e banorëve. Sigurisht pastaj edhe ekonomia, edhe blegtoria apo dhe gjithçka tjetër që ata kanë në funksion të jetës së tyre dhe ne do t'i luteshim dhe t'i ftojmë që të gjithë që t'jenë bashkëpunues. Ndërkohë në njësinë administrative Novosel, pranë bregut të lumit Vjos, vijon puna për përforcimin e argjinaturës së lumit me dhe e gur për të parandaluar daljen e lumit nga shtrati. Po ashtu, forcat e armatosura dhe strukturat vendore po punojnë për evakuimin e familjeve të prekura nga dalja e lumit Kalas një ditë më parë dhe për zhbllokimin e rrugëve ndërmjet fshatrave. Në fini gjithashtu po ndërhyet për largimin e ujrave dhe mbështetjen e familjeve të zhvendosura, ndërsa në Selenic po pastrohen rrëshqitjet në aksin Brataj-Kuç.